nga ana vetë po mundohet ta përdori protestën. Po ju ngjall frikën socialistëve, do humbi pushtetin. Berisha nuk i tremte më socialistët. Prandaj ranë dhe votat në 2025. Nuk shkuan të socialistët votonin, se nuk kishin më frikë nga Berisha. Se din që nuk rritet më tuti sa aq. Nuk po them se shkuan gjithë, 3%, 2% mjaftojnë për të vënë në rrezik. Me këtë ju tha, ju iku Koromania. Dilni mbroni pushtetin tuaj. E kështë parë në herë Tiranën në 35 vjet që është Partia Socialiste, por në 20 vjet që e drejton ky, të bënte ture të tilla dhe mitingje të tilla, demonstrimi force? Përveç se në fushata, po... Jo, flas në përvjetorin e famshëm të Partisë Socialiste, jo. E shfrytëzoi këtë protest dhe përkimin e datës me përvjetorin e Partisë Socialiste për të galvanizuar, për të tonizuar partinë e tij. Po për t'i ngjallur frikë, se frika dhe urrëtia janë karburanti më i mirë për t'i përdorur njerëzit. Madje edhe fjalimi i tij, në qoftë se e marrim e analizojmë përveç anës ceremoniale, kishte atë guxoni, shpresoni, jemi më të mirët, jemi më të fortët. Ishte një lloj motivimi për t'i shkuar në betejë këta dhe për t'ju thënë që shikoni se edhe mund të rrezikoheni nga humbja e pushtetit. Atëherë, vim në momentin që është ingranuar në protest dhe një personazh të cilin ti e njeh shumë mirë, Sali Berisha, në një farë mënyre, i cili siç e the, edhe kur thot mirëmëngjesi është i strukturuar, ta thot politikisht, edhe kur t'jep dorën ta e politikisht. Është frika që ky mund ta marrë komandën e protestës? Po frika. Domethënë frika ndaj kësaj shtresës gri, e cila nuk do të identifikohet as me PD-n as me PS-n. Në gjykimin tim Berisha bëri lëvizjen e vetme të mundshme për të mbrojtur territorin e tij elektoral dhe territorin e tij politik. Sepse e pamundson ose i zvoglon mundësitë protestës për të prodhuar diçka tjetër përveç këtyre dy segmenteve me agjendë që thash. Dhe ata i vënë në korner. Dhe ata i mban në kontroll, sepse ka numra Partia Demokratike. U pa më njëherë, në momentin që demokratët dolën, u shtua, u gati u dyfishua protesta. Dhe kishin vajt demokratë përpara se të fliste Berisha. Dhe Berisha ka bërë gjën e vetme të mirë në interes të Partisë Demokratike. Për mua, që në këto 4-5 vjet, ky është gjesti vetëm që i mbron territoret të Partisë Demokratike, i mbron politikën e saj, institucionale, si më thënë. Nuk besoj se mund të marrë kur kontroll të protestës, sepse protesta është edhe kundër tij, duke qenë kundër gjithë elitës politike, establishmentit politik, natyrisht është edhe kundër tij. Dhe këtu qëndron interesante, se është një lloj, në duke është një paradoks, po në thelb të dy palët e ndihmojnë njëri tjetrin. Numrat dhe prezenca e Berishës e bën më të madhe protestën, e bën dhe më pluraliste, që është gjë e shëndetshme, por nga ana tjetër, protesta vetë, si më thënë, ka interes të marri Berishën brenda, po jo Berishën vetë. Jo Berishën si individ, pra PD-n brenda, po jo Berishën si individ. Dhe kjo kontradikte vogël është e kapërcyeshme. Kjo i bën, si më thonë, e lënë në remi lojën e protestës, sepse viktima e parë e kësaj proteste do ishte opozita. Nuk do ishte Rama. Në mungesë të kësaj lëvizje nga Berisha, sepse ata atje përcaktuan që opozita nuk është vetëm PD-ja. Ne kemi parë në çdo sondazh. Minimumi 15-16%, drejt 20%, po le të themi një mesatare, në çdo sondazh 20% e njerëzve kërkojnë një zgjidhje të re politike. Ja ku janë. Por në atë zgjidhje të re politike natyrisht që nuk përfshihet PD-ja. Okej. Dhe kjo 20% do donte të shtohej në kurisë, në radhpar të opozitës, jo në kurisë të pushtetit, se pushteti do t'i mbledhi trimat e vet. Opozita ishte në të kurje. Dhe territoret e partisë asnjanse do rriteshin në kurisë të PD-s. Dhe prandaj Berisha thash bëri lëvizjen e tij të dur për partinë që të mbrojë territoret e partisë dhe të veta, që të mos spostohet. Po është më i strukturuar. Patjetër. Dhe kur të vi puna, nëse do shpallet një votim i parakohshëm, bën zgjedhje të parakohshme Rama, i zë gafil këta, sepse jo duhen 45 ditë sa të regjistrohet partia, etj, jo po ku do gjesh parat, ku do gjesh strukturat për të bërë fushat elektorale. Mund ta bëj këtë lëvizje, ti e vëron në vet.
ti do fokusohesh te ai ku do shkosh do hedhësh votën. Këtu mbeten si variante Berisha, edhe partitë e vogla, Qorri, Lavaj dhe ky Shehaj. Me të cilët Berisha dy ka në fishat vet, njërin nuk është çudi që të bëj koalicion. Berisha e ka treguar që është një njeri që për hir të pushtetit bën koalicionet e mëdha.